është pamja e romë për opinion e goditja me armë në kokë, mirë po enda nuk mundet as prokuria dhe as policia me edhon detalet se edhe motivet cilat kanë qenë, çfarë gjendje ka qenë ai që sulmike me armë dorë, ashtë ai që i ka plagos, apo enda nuk janë dhënë emrat edhe informacionet e para. Çfarë gjendje ka qenë personi që ka përdorur armën, çfarë gjendje ka qenë ai personi që e ka godit, mirë po reagimi i policit ka qenë jashtëzakonisht i guximshëm dhe profesional. Është fati madh që ka qellu. A mund po flasim për një ndërhyrje me rrezikshmëri të lartë, avokat, apo jo marrë parasysh që personi dyshuar ishte i armatosur dhe pati një ndërhyrje të... Po thonë drejtën, ndërhyrja ka qenë jashtëzakonisht profesionale dhe ka qenë e guximshme për shkak se kuptova në bazë të mjetëve të informimit, mendova që janë gjetë nëse s'gaboj 2 apo 3 armë, që lënë me kuptu që nuk ka qenë vetëm një person i armatosur në këtë rrahje që ka përfunduar me vrasjen në tentativë, që ka pas rrezik mirë, po detyra e policit është e tillë, që ekspozon veten para rrezikut, ashtu siç veproi ky hetuesi Podujev sot, me qëllim që të shpëtojë jetën e qytetarëve, dhe pa dyshim që ndërhyrja e tij ka shpëtuar jetën e njerëzve. Kosova është pabesueshme, por shumica e këtyre ngjarjeve ndodhin ato për ato prishën diçka në kafe. Dhe çka, nuk ndihmon as inteligjenca këtu, dështon edhe inteligjenca në parandalimin e këtyre rasteve? Po, nuk planifikohen, është në tjera shtete, në ligjin e kemë normal se ligjet e kodet penale të Bashkimit Evropian dhe një pjesë ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirë po të na nuk planifikohet vrasja se ndodhë në bashkime në vendet e zhvilluara, më planifikohen një vrasje, më ditë motivi, me ditë njëri pse po del me vrarë dikant, po këtu ndodhin vrasjet në këtë formë, njën të pi kafe, shtyhen diçka, shkani natën, kolm edhe zgjidhjen e bojnë në armë ose të roj. Kjo nuk është sistemi njëjtë sikur në Bashkimin Evropian, që kemi marrë trajnimet shumë të atje, sikur që po zhvillohen ngjarjet në Kosovë. Kjo është një traditë e veçantë e jonja, po thojnë gjak nxehet shqiptarët më shumë, mirë po qeveria, institucionet shtetërore duhet bëjnë diçka me ndrru këtë mentalitet. A mund ndrohet mentaliteti vetëm përmes vendimeve gjyqësore? Jo, në mënyrë absolute jo. Vendimet gjyqësore nuk edukojnë. Vendimet gjyqësore janë për individin konkret, ai dërgohet në burg, dënohet me dënim dhe ndaj tij aplikohen masat edukuese, rehabilituese. Aja është një fjali që thotë ky vendim ka me diku edhe të persona tjerë që kanë prirje për me kry vepër penale. Mirë po as policia, as prokuria dhe as gjykata nuk mundën me i nejtë gati se cilët person. Prapë edhe në shtator për shkak se kemi mbi 100 dëshmitarë dhe kemi 29.230 faqe më duket, nëse s'gaboj këtë pjesën e 30, nëse s'gaboj se 29.200 janë sigurt. Dhe është e pamundshme që të lexohet ai material, sepse trupi gjykues përveç që është i obliguar me lexu, është i obliguar edhe me shiku besueshmërinë e tyre. Pastaj provat që janë kundërthënë se të i krahasojnë njëra me tjetrën, edhe para mendoj tash 29.000 faqe kanë me shërtu, 3 gjyqtar, me diskutu, me majt men provën e parë me provën e 29.000, dhe gjitha ato do të përpunohen, do të vlerësohet besueshmëria e tyre, pastaj janë mbi 100 dëshmitarë që kanë deklarata dhe dëshmi policin, prokuri dhe para trupit gjykues, dhe ato deklarata për secilin person duhet të krahasohen 3 deklaratat, kundërthënjet në mes tyre, edhe pastaj të vlerësohet besueshmëria plot, besueshmëria pjesë me deklaratës, apo të masmeret fare se besueshme, apo në tërësi e besueshme. Rasti është kompleks, mirë po problemi është këto. Gjykata e din që rasti është kompleks, e ka një pasqyrë të rastit, sepse i kanë dëgju krejt dëshmitarët, edhe të prokurisë, edhe të mbrojtjes, edhe gjykata sipas detyrës zyrtare u dash që të jetë e drejtë objektive dhe të ndryshoj masën e qëndrimit me paraburgim me ndonjë masë tjetër më të butë të akuzuarve në mënyrë që ata të kenë kohë,
s'kenë kohë të mjaftueshme për të lexuar gjithë ato shkresa dhe gjithë ato Do të mos vjen ndoshta në presion se kanë persona në paraburgim. Po, mos jenë në presionin që kanë persona në paraburgim dhe të mos jenë në presion të qytetarëve të Kosovës, të cilët janë ka dëshojnë këtë gjykatës do të merr vendim të padrejtë.